rreth 900.000 ushtar rus, ndoshta janë vrarë ose plagosur që nga pushtimi i Moskës në Ukrainë. Sipas Ministrisë Britanike të Mbrojtjes, rreth 900.000 ushtar rus u vranë ose u plagosën në luftën kundër Ukrainës. Sipas Ministrisë, deri në 250.000 nga këta ushtar u vranë. Rusia tashmë ka mungesë fuqisë punëtore dhe Kremlini ka investuar më shumë në rekrutimin e trupave të reja. Rreth 900.000 ushtar rus janë plagosur ose vrarë që kur Moska filloi pushtimin e saj në Ukrainë, shkroi Ministria Britanike e Mbrojtjes në një deklaratë. Nga këta ndoshta 200.000 deri në 250.000 ushtar rus u vranë. Humbjet më të mëdha të Rusisë që nga lufta e dytë botërore, shkroi ministria. Në deklaratë thuhet Kremlini ka të ngjartë të vazhdojë të pranojë humbje të rënda në varësi të dy faktoreve: mbështetjes publike për luftën dhe sa lehtë mund të zëvendësohen trupat e humbura. Presidenti rus Putin dhe udhëheqja ushtarake ruse ka shumë të ngjartë të ketë prioritet qëllimit e tyre të konfliktit mbi jetën e ushtarëve rusë, shtoi ministria. Vlerësimet e ministrisë në përgjithësi përkojnë me figurat publike të Ukrainës. Kievi njoftoi të njëjtën se 900.000 ushtarë rusë u plagosën apo u vranë në luftë. Ministria e Mbrojtjes e Mbretërisë së Bashkuar nuk ka dhënë asnjë informacion apo analizë të mëtejshme mbi viktimat e luftës ruse. Ministria ruse e Mbrojtjes nuk i përgjigj kërkesës së Business Insider për koment jashtë orarit normal të punës. Një vlerësim nga sekretari i atëhershëm i Mbrojtjes, Lloyd Austin, në Inar tregonte se numri i plagosurve të vrarëve në Rusi ishte rreth 700.000, ndërkohë ndoshta mbi 400.000 ushtarë ukrainas janë plagosur ose vrarë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha në shkurt se rreth 46.000 ushtarë të tij u vranë dhe 380.000 u plagosën. Gjua e Losis, një faqe kërkimore me burim të hapur që llogarit humbjet e luftës bazuar në artikujt e lajmeve dhe postimet e mediave sociale, vlerëson se 65.000 ushtarë ukrainas janë vrarë dhe 55.000 të tjerë janë zhdukur. Siç ndikojnë humbjet e Rusisë në ekonominë e saj, si Ukraina ashtu dhe Rusia po luftojnë për të rimbushur forcat e tyre të armatosura ndërsa lufta zvarritet përtej vitit të saj të tretë. Kievi po zgjeron kriteret për rekrutimin e rekrutëve duke ulur moshën, ndërsa Moska po derdh para në kontrata për të rrequr ushtarë të rinj apo për të marrë ushtarë nga vende të tjera. Kremlini ka arritur të rrisë normat e rekrutimit në gjysmën e dytë të 2024, po ai shpenzon pothuajse 1/3 e gjithë buxhetit të tij për mbrojtjen. Furnizimi i vazhdueshëm i aleatëve të aftë në fushën e betejës ka qenë çështja e strategjisë kryesore të Rusisë për rreth një vit, që është kryer sulme masive të kamsorisë për të lodhur Ukrainën. Kjo taktike kushtueshme ka prodhuar rezultate të kufizuar në frontin lindor, megjithëse ka ndihmuar që gradualisht të largohet Ukraina nga Kursku në veri. RF po lufton me më pak varfëri material pa humbjeve të rënda në vjesh, shtoi Michael Kaufman, një analist i lartë i mbrojtjes në fondin Carnegie Endowment, një përmbledhje të tij të enjtën në lidhje me këtë. Disa industri ruse gjithashtu përballen me mungesa të mëdha të fuqisë punëtore që arrin deri në 5 milion punëtor. Disa kërkuan investime të mëtejshme qeverisë dhe hollën idenë e kufizimit punës në kohë të pjeshme në favor të vendit punës me kohë të plotë, shpjegoi një fjalim Aleksandr Shokhin, presidenti i Unionit Rus të Industrialistëve dhe Sipërmarrësve. Takimi u zhvilluan me negociatat e Moskës me administratën Trump, të cilët kanë rritur shpresat se ekonomia ruse do të marrë një formë lehtësimi nga sanksionet dhe një rrugë më të lehtë drejt rimëkëmbjes. Megjithatë, Putin u përpoq të zbej këto pritshmëri në takim duke kërkuar biznesmenëve mos i shohin sanksionet si të përkohshme.